Ka nisur zbatimi i ligjit numër 57 të vitit 2026 për dhënie amnistie edhe në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Fier. Pas shqyrtimit të dosjeve të gjithë dënuarve me vendim të formës së prerë, Komisioni i Posaçëm vendosi lirimin e 104 të dënuarve, ndërsa rreth 210 të tjerë do të përfitojnë ulje të dënimit me 1 vit. Sipas drejtorisë së IEVP Fier, shumica e të liruarve janë dënuar për vepra penale me rrezikshmëri të ulët dhe mesatare. Nga amnistia përfitojnë edhe 2 shtetas të huaj, pakistanezi Asat Ali, dënuar për kalim të palishëm të kufirit, dhe rumuni Florian Balenescu, i dënuar për trafikim të lëndëve narkotike, si dhe disa të dënuar me masa të larta burgimi, të cilëve u kishte mbetur më pak se 1 vit për të vuajtur. Mes tyre janë Luan Fusha, i dënuar me 25 vite burg për vrasje me paramendim, si dhe Eril Gega, i dënuar me 14 vite burg për vjedhje me dhunë. Amnistia përfshin gjithashtu dhe 7 të dënuar mbi moshën 60 vjeç. Si e vlerësoni amnistin? Hajde, mëshirë. Ku do shkoni sot? Në cilin qytet? Në Tepelen. Ju pret familja juaj? Natyrisht. Ky vend, me çfarë do t'ikësh? Ku dëgjon në makinë çasit që djem ne. S'ke njeri që të pres. Po se dim familjarën, po ne se më. Sa e keve dënimin? Sa kohë? 2 vjet, 2 vjet. E sa të kish mbetur? edhe 4 muaj. Si e vlerësoni amnistin? Faleminderit që në ndërnë. Stafi këtu më rregulluar. Çfarë të pret tani kur të vesh në shtëpi? Çfarë Po punë do ku bësh? dëgjon e moda të ecin përpara të shiti, ku dëgjon. Në ambientet jashtë burgut, familjarët pritën me emocion të afërmit e tyre, ndërsa të liruarit e vlerësuan amnistin si një mundësi për një fillim të ri.